Miqtë, këto dhe të tjera do t'i diskutojmë. Angel Musajn, mirë se erdhe, faleminderit. Mirë se u gjeta, faleminderit. Me shkojtë e kolegu Pano Soko, Pano, faleminderit. Se gjeta. Pano, përplasja dje, sepse pati përplasja në protest, tentuan shkën ke kuvendi, por edhe bido që provokoi deri diku. Pritesh, çfarë na tregoi? Kjo ka dy lloj lëpirësish. Janë ata që çoj japin gjuhës lart poshtë, edhe janë dhe ca lëpirësit e tjerë që japin gjuhës majtas djatas. Tani hajt mi sjero dy pozicion. Po. Dhe natyrisht që kjo bëhet e gjitha për që me gjuhën e tyre të pastrojnë gjithë baltën dhe gjithë mbeturinën që ka mbetur në trupin e liderit të tyre, me qëllim që ai të ri sa më i pastër, e të duket sa më i pastër, këta janë gati sakrifikojnë shëndetin e tyre. Dhe ajo që bëri Bido dje tregoi që ne ishim mësuar me Taulantin, ishim mësuar me këta lëpirësit e modelit të parë, ta lartë poshtët, po pas ka dhe të tjerë që kanë kështu majtas djatas, cilat që kanë dhe model i ri. Dhe Bido është një model i ri lëpirësit. E provokimi që bëri dje në protest, kur tentoi që të luante me emocionin e lartë që ka një protest, natyrisht, sepse ajo është protest, aty janë njerëz të irrituar, që kanë dalë aty prej Bidos, dhe prej miqve të Bidos, dhe prej politikave të miqve të Bidos, dhe shokëve të Bidos, dhe Bidos bashkë me ta, për vjedhjet e miqve të Bidos, shokëve të Bidos dhe Bidos, për grabitjet e miqve të Bidos, shokëve të Bidos dhe Bidos, për largimin e shqiptarëve që kanë bërë miqtë e Bidos, shokët e Bidos dhe Bidua, bashkë me ta, dhe ky shkon dhe i provokon. Pikse. Jo, për ta kuptuar kush është, se duhet me pa mjedisin, ku zhvillua ngjarja. Do ta prishësh pastaj këtë. Jo, nuk po e prish, jo, jam shumë i ftohtë, dhe do të vazhdoj të jem shumë i ftohtë. Dhe ky është i provokimi, i cili natyrisht në vendet e tjera kishte marrë një përgjigje tjetër. Por ata protestuesat aty janë kaq civil, sa që sinqerisht, nëse do kishte ndodhur në Ukrainë një gjë e tillë, kur u bë ai revolucioni portokalli, ne kemi parë se ku kanë përfunduar deputetët në Ukrainë. Se të merr turma e të fuhet në kosht plerave, se e ke dhe koshin afër, se aty është koshi, po e ke parasysh. Dhe e merr e hedh në kosht plerave. Se këta provokatorë, që vetëm për t'ju dukur Edi Ramës, pse e bën? Pse duhet të shkosh të provokosh sa njerëz? Që kanë dalë për protestojnë për të drejtën e tyre. Drejt. Për çfarë? Për t'ju dukur Edi Ramës. Për t'i thënë, shefi, shi, unë, vajt aty, këta që të shajnë ty, vetëm unë dhe i përballoj. E kuptoni tani se qa lumi është kjo? E kuptoni qa balte është kjo? E kuptoni se qa ndoti është kjo? Ai është deputet. Më kupton? Ai që s'ka pikën e personalitetit. Pikën e personalitetit nuk ka. Ai nuk ka pikën e identitetit personal. Ai nuk njeh, ai njeh si bishti i Ramës, nuk e njeh njeri as me emër. Njeh si bishti i Ramës. Është Taulant balla numër 2, më kupton? Shefë lëpirës me model të ri. I tmerr. I kemi për deputeta. Plera. Kanë bërë. Jo në ofensë, po. Më falë që ofendova plerat. Në fakt... Më falë që ofendova plerat. Unë mendoj që çdo lloj provokimi nuk i përshtatet as kulturës dhe nuk i shkon përshtat as kësaj proteste që mund të konsiderohet si një nga protestat qytetare, popullore më model, ku nuk bëhet fjalë as për të kryer akte dhune dhe që fillon dhe mbyllet me një qytetari të modelit japonez që edhe shishet e ujit i bëjnë thirrje, i marrin, i mbledhin dhe i çojnë atje ku e kanë vendin në koshet e plerave. Pse? Nuk kanë maturi politike, është e qëllimshme? Jo, flas për qytetarinë dhe për protestuesit. Pse duhet të hyjë një deputet aty? Se ndryshon. Për mua, sigurisht që Pano është shumë i irrituar dhe i drejt për drejt dhe në fundit shpreh atë shqetësim të cilën ne pretik përpara medias, ne si përfaqësues të medias, tregojmë të moderuar, por po të ishim në tavolinë do thoshim ndoshta çik më shumë, sepse nuk është halli thjesht se po fyejmë njëri, por se do krijojnë sinuata pasaj të cilat dalin jashtë kontrollit dhe do jenë me pasoja shumë të mëdha. Këto lloj provokimesh janë shumë të rënda dhe përplasjet brenda llojit në një protest
marrin shkas, pastaj që t'japin shkas të nduri policia, të kryohen veprimet të dhunshme, të kryohen përdorimet e gazelotësjellse, të përdoren molotove, etj. Përse përdor Bidua? Bidua përdor se ai ka qenë drejtori i arkivës. Dhe aty ka archivuar aq shumë dokumenta, dhe unë e kam me prova po deshe. Interesante është kjo. Dhe kjo. një ditë mund të marrësh edhe avokat Cakranin, ai ka një dosje të madhe të dokumentave të cilat janë marrë, janë futur në arkiv, të cilat pasi periudhe kohe, 1 vit, 2 vit, janë përdorur nga gjykata si prova për të treguar pronësinë të cilën i takon filanit. Dhe si janë futur? Janë futur në formë tregimesh, në formë ngjarjesh, në formë përplasjes dhe zënkash ku prona janë zënë për pronën, X dhe Y, Engjëlli me Aidën, dhe për këtë ka pasur probleme në vitin 1932, 1927, duke u archivuar pronat, duke u archivuar ato dokumentat në arkiv, gjoja si ngjarje, si dosje, si histori, janë të requr pastaj përsëri nga këta persona dhe janë... Ju po bëni një denoncim publik për këto? E ke me dokumenta, ka shumë dokumenta, prandaj thash po të marrësh avokat Cakranin, unë i kam edhe në zyrë, do të gjej një pjesë të këtyre dokumentave që mi ka sjellë avokat Cakrani, ku janë archivuar shumë dokumenta dhe do t'i bëja thirrje kontrollit lartë shtetit, krimit ekonomik. Dhe gjithë agjensive ligjzbatuese të fillojnë hetimin e menjëhershëm te arkivi shtetit për të parë se çfarë zullumesh janë bërë në lidhje me përdorimin e dokumentave të cilat janë futur nga jashtë, të cilat janë përdorur për një periudhë të shkurtër kohe si dokumenta bazë me të cilat gjykata ka dhënë pronësinë. Ne po diskutojmë sot edhe për Zvërnecin. Edhe Zvërneci ka të njëjtat probleme. E dini ju? Dosja këtë kishë. Do t'ju them një kuriozitet shumë të saktë dhe 100% eksakt me dokumenta. E dini ju që kush është aksioneri kryesori në Zvërnec për cilat flitet? Kush është? Është Krye Gjushata. Është Krye Gjushata. Tani... Në 1930, po thëmë. Mos u do fare, është Krye Gjushata. Ata të cilët pretendojnë se kanë prona atje, kanë qenë roje dhe punojnës të Krye Gjushit. Ky është problemi. Pra, Zvërneci institucioni me Krye Gjushit, letrat që ku gjendën këtu apo në arkivën e Stambollit? I ke në arkivën e Shqipërisë, në arkivën e Stambollit, i ke me dokumenta në arkivën shqiptare, bides edhe i kanë zirë. Ja, kështu bëhen këto punë dhe kështu bëhen verifikimet. Dhe kjo është arsyeja pse dalin, sepse duan të tregojnë një lloj besnikërie për të mandatuar apo larg qoftë për në një konfigurim të ri qeveritar, i cili edhe nesër gjatë takimit që do bëhet në Pallatin e Brigadave ka ca thashë theme, dhe gjithsecili po fillon të japi në një lloj versioni të vetën për të kapur në një post, sepse është bërë praktik tani që sa më pak të kontribuosh për partinë, sa më pak njeri i dhën ose mbështetës i partisë, e cila është në pushtet, nuk ka rëndësi se quhet socialista apo kushdo që të jetë nesër, sa më besnik ti jesh ndaj kryetarit të partisë, aq më kollaj e kap vendin. Sa më tradicional ti jesh, sa më socialist ti jesh, aq më larg je pushteti. Biles mundësisht mund të heqin nesër nga deputet, nga gjitha strukturat. Dhe di pse ndodh kjo? Sepse është një strategji e qëllimshme e Ramës, i cili nuk i do socialistët tradicional, sepse ai ka frikën dhe mentalitetin me të cilën i ndodhi Fatos Nanos ngjarja, që kur diskutoi Fatosi apo Partia Socialiste, të gjithë socialistët vënë te Partia Socialiste. Dhe e lanë. Dhe Rama e ka këtë mentalitet dhe thotë që unë dua njerëz që ta kuptojnë që po ika unë nesër do ikin dhe ata. Të nështruar, pra, se kështu janë vetëm të nështruar. Ky është. Dhe po t'ju kujtohet para një viti e ca kemi bërë një bisedë ne këtu së bashku që thash që Universiteti Amerikan përmjet një projekti të Departamentit Amerikan të Shtetit ka bërë një investigim për lindjen para 13 vjetësh. Dhe unë e kam një kopje. Është një investigim rreth 3000 ca faqe se çfarë përbëjnë partitë politike në lindje ku futet edhe Shqipëria. Konkluzioni i gjithë këtij materiali të shkencëtarëve ishte me 6 rreshta. E majta Ersi Macja, e djatha Ersi Qeni. E majta Ersi Macja se për Macën nuk ka rëndësi se kush është në shtëpi, babai, nëna, fëmijë. Për të është shtrenjtë vetëm selia, shtëpia. Dhe po i mbyllet derën futet nga dritarja. Ndërsa e djatha Ersi Qeni se një vetëm të Zotin njishin. Ky është konkluzioni. A duhet rënditet Partia Socialiste nga dezertimet? Tani, unë e o malësor, as në deputetes, po e quaj dezertim.
Nuk është dezertim, shiko, ky është një proces shumë natyror. Duhet kuptoj një gjë. Jeta e atyre deputetëve që janë aty, me Edi Ramën, në rastin më të mirë mund të jetë 2 vjet tjera. Pa Edi Ramën, zoti ju dhënë tymër, mund të jetojnë 40-50 vjet pa Edi Ramën. Ajo që unë juftoj që ata të mendojnë, të analizojnë është, a ja blen të djegësh 40-50 vite jetë për 1 ose 2 vite jetë? Se mund të jetë 1 muaj, nuk e dim fare. Pra, në botë kur strukturat të tilla të mëdha, si puna e Partisë Socialiste, politike po flasim gjithmonë, marrin drejtime kthesa të ndryshme që vinë nga poshtë lart, sepse zakonisht kthesat vinë nga poshtë lart, se liderit kanë rregull për vete, në çdo vend të botës. Vinë pikërisht sepse gjykojnë këtë gjë. Sepse partia e ka jetën më të madhe se sa lideri vet. Kushdo qoftë lideri i saj. Dhe prandaj partia në vendet tjera më demokratike, me parti më të strukturuar etj, baza, ose më saktë mbështetësit kryesor, nivelet e dyta e të treta, janë ata që drejtojnë realisht, strategjikisht, rrugën ku ecën partia. Këtë kanë kuptuar jashtë. Që, nuk ja blen të djeg 30 vitet mia të karrierë që presupozoj se do kem për 1 ose 2 vite ose 1 muaj me Edi Ramën. Ajo që bëri Leo Malsoria, të kuptosh një gjë, ajo është një vajzë 26 vjeç. Ajo do jetë në politikë, zot Perëndia i dhënë tymër, e them gjithmonë, edhe 50 vjet të tjera. Aqësh, le të them, pensioni politik 75 vjet. Pra ajo do të jetë 50 vjet të tjera në politikë. Ajo që bën sot është ajo që do t'i markojë jetën asaj si një adoleshent që bën një krim ti kur je 16 vjeç, e të ndjek gjithë jetën tënde. Ai burgu që bën, ai dënimi që ke marrë, që në 16 vjeç, je 40 vjeç, je 50 vjeç, prap të kujtojnë atë. Janë shenja këto. Të janë marka që lihen jetën gjithë secilit, jetën politike gjithë secilit. Ajo këtë kuptoj. A ja vlen që unë të njollos një jetë time politike që të shkoj 50 vjet për 6 muaj apo 1 vit që mund të jetë Edi Rama kryeminist? Se të shkoj prezident, s'ka një kontribut politik. Një ditë bukur u zgjuar Rama, e mori siç i merr, vuri në politik. U fut në trakun e politikës tani. Po. Do të vazhdoj këtu. S'ka rëndësi se si hyn më. Po pse pa kanë dalë, vetëm radhë PD-s kanë dalë zonja të mjeke me kontribute ndër vite. Se Rama vet erdhi dhe u farkëtua këtu në PS, por Rama erdhi e mori, ai e futi dhe ja ku e ke. Sepse nuk ka rëndësi si nis karriera politike. E rëndësishme është që ju fut në karrierën politike. Rama vetë është simbolik saj. E mor me helikopter me solli këtu. Nano e mori nga ura, tha, e mora në Paris, sa e bra ministër. Pasi ditë kontribut në Partisë Socialiste. 0. Pra nuk është kjo, por nuk e përcakton kjo se sa të gjatë do ta kesh rrugën në politikë. As mënyra se si e nis. Analiza individuale ajo. As mënyra se si e nis. Integriteti po. Dakor. Integriteti po. Ajo, Ditmir Bushati, dërdiku Erion Braço etj, pra janë njerëz që po përpiqen të ruajnë Elisa Sigropali, pra po përpiqen të ruajnë integritetin. Se është më i rëndësishëm në politikë, se sa besnikëria ndaj liderit. Është shumë i rëndësishëm. Dhe këtë po kuptojnë, unë shpresoj që ta kuptojnë sa më shumë vetë aty brenda. Që ky po i çon në Gremin. Makina e këtij po ikën në Gremin, nuk e di sot, pas 1 viti, pas 2 vjetësh, po ikën në Gremin. A do rjen këta në karrocerinë e makinës? Këtë do të ndaj vetë tani. Angel, apo vuan kryeministri pasojat e mënyrës se si katapultoi disa njerëz? Se zonja në fjalë ishte priulistën në një qark të rëndësishëm si qarku i Shkodrës. Ndërkohë, në analizë ne kemi kritikuar për qasin që ka kundrejt socialistëve me kontribut, mungesën e analizës së bërë në bazë rezultateve që nuk bëhet më së fundmi në Partinë Socialiste pasi mbarojnë zgjedhjet bëhet analiza, shihet performanca etj. Dhe sot një prej këtyre njerëzve që ne nuk i njihnim, por që në vizionin politik të kryeministit Edi Rama katapultohet, vjet në një pozicion jashtëzakonisht të rëndësishëm, në një qark të rëndësishëm, i del kundër. Në vitin 2017 kam qenë me një nga njerëzit më të afërt të Ramës në një bisedë, më të afërtit, i cili sot është larguar, një profesor i nivelit shumë të lartë akademik. Dhe më thoshte që e di çka po ndodha? Janë grumbulluar një grup bandar të kriminalësh, të cilët kanë
projektuar toka dhe prona në gjithë Bregdetin shqiptar dhe në zonat më të shtrenjta. Dhe i thotë që unë do i marr këtu, do të jap kaq vota. Unë do të marr këtu, ti do më japësh kaq vota. Unë do të jap këtu, do më japësh kaq vota. Edhe ata që ke sot. Pra, kjo nisi në 2017. 17. Dhe ata që ke sot në Partinë Socialiste o janë pjell e kësaj marrëveshje, ose janë bi, ose njerëz të cilët janë vendosur nga grupet kriminale dhe bandat kriminale për t'i pasur votën e tyre në xhep për çdo problem, për të kërcënuar dhe vetë kryeministrin kur t'jetë nevoja me pushtetin, por edhe për të mbrojtur veten e tyre. Fakti tregoj se... Në rastin konkret ne nuk e dim kush... Në rastin konkret ne kemi që 2 deputet para 6-7 muajsh u arrestuan. 2-3 të tjerë të Durrësit, a ishte deputet, kush i vuri? A dolën në krye? Ke deputet të tjerë në Elbasan që kanë thyer dhe rekordet edhe tradicionalistëve socialistë që nuk i njifte socialistët vetë. Atëherë kush i vuri këta? Ku bandat kriminale. Të tillë kishte edhe në Vlorë, të tillë kishte edhe në Shkodër, të tillë kishte edhe në Durrës, të tillë kishte edhe në Dibër. Pse bëjmë sikur harrojmë ne? Dhe ne shpesh shikojmë disa besnik dhe kur dikush del një zë kundër qytetore boll, se është boll, nuk shtyhet më. Ne heshtim. A ishte dosja që nxori Bildi për Dibrën? A duhet të niste një hetim i thelluar në të gjitha drejtimet? E kush ishte organizatori? Vetë kryeministri. E kupton ti kur del kryeministri dhe i thotë deputetëve, ti do marrësh këtë zonë, ti këtë, ti kaq, ti do bëjmë drejtor policie, ty drejtor miniere, ty te kjo, ty. Më thoj kush të dënuan nga këta? Asnjë. Ja, ky është pasqyra e shtetit. Prandaj dhe kjo protestë që ka filluar është më shumë dhe i ngjan një orteku të madh popullor. Nuk do shuhet, i gabojnë. Ai që bëri xhezven, thot populli, i ka bërë dhe bishtin. Prandaj ka bërë bishtin dhe ka gjetur dhe mënyrën e bishtit. Dhe ky ortek, kjo revolt i ngjan më shumë revolucionin francez. Kështu filloi dhe revolucioni francez. Derisa u zaptua Kështjella e famshme. E në fund ai mbreti famshëm francez që kishte Luigi XVI kaq kohë, në fund kur e pa që u pushtua nga gjitha anët, u pushtua dhe Kështjella e vet, dhe i thanë vër çfarë shënimi do vësh për popullin e për këto, në fund vuri asgjë, pikë çuditse. Dhe mbas kësaj pas se filluan ligji për drejtat e njeriut, u ndryshua kushtetuta, ra mbretëria dhe erdhi Republika e Re. Ja, prandaj duan dhe shqiptar, prandaj kanë edhe të parrullën Republika e Re. Dhe ne nuk mund të pranojmë që lloj-lloj njerëzish pa din, pa iman, pa nivel, nuk u shkon në mend se flen fëmijët në gjumë apo nuk flen, kanë bukë apo nuk kanë bukë. Janë bërë bandit, ka zaptuar prona, toka, rrugë, pyetje, male, fusha. Bashkë kemi qenë që kemi diskutuar temat. Ore, si mund të më bësh ti paketën e maleve dhe të ndalosh që të kullosin baktit? Paket pyetje, paket malësh. Nga do t'i marrësh, ku do ta marrësh qumshin, djathin, gjalpin? Po bimët medicinale, ku do t'i marrësh? Po atë çajin, ai vajte atje nami zi në Sarand, pse ti ke shitur një tuf rigon? E kupton çfarë thotë apo jo? Ndërkohë që nuk e ilaç në spitale. Tani të paktën lere të shërohet me bimë mjekësore, sa ai kodosh rigoni ka 26 sëmundje që shëron. Ti as për atë nuk e lë, kjo është tradicionale, as këtë nuk e lë. E do të ta marrësh o të marrë ratin o të iki nga kjo botë. Dhe nuk kishte për fatkeqësi më të madhe në Durrës para disa vitesh. Kur fëmia vjen dhe bën në plazh atje në anë deti dhe shtypi makina. Në plazh shtrir atje. Dhe ishte prekse dhe tronditse kur fëmia në sallën e operacionit i thoshte doktorit, çfarë doktorit të lutem mos i kërkoni lek babit se jemi të varfër. Dhe vdiq fëmia. Ja, ky është shteti, prandaj dalin këta aty. Dhe askush nuk dihet, ai qeshka për dyset, hyp në avion, helikopter, shëtit, bën xhiro, bën njerun e botës. Meri të gjithë këta deputet që ke sot, meri gjithë këta politikan dhe meri futin në tavolinë e hajtë bëjmë çik testin e drogës. Të gjithë. Edhe ne që jemi këtu. Të gjithë bëjnë testin e drogës. Meri provoj. Nuk e bën asnjë. Meri të bëjnë testin e drogës dhe shoferët e rrugë, nuk e bëjnë. Ka më prekse dhe më fyese? Ka më të rëndë se sa kaq? Çfarë do t'i bësh më shumë? Ikë spital s'ke ilaçe. E kemi diskutuar, kam bërë një debat me një ministër shëndetësie dhe i thash, "Ore zotëri, thash, po t'jap një përvojë, megjithëse e njoh mirë si fush, por kur them e njoh mirë në detaje pjesën. Ti nuk më rimburson mua ilaçet, për çfarë pagoj unë sigurime shëndetësore? Nëse ti ke gjetur një mesatare të përmeshme, që unë do të kompensoj deri kaq se kaq e kam buxhetin, pa unë ndoshta e di nga ana ekonomike, atëherë ti më krijo mundësinë që këtë rimbursim 10 euro që më takon te receta ime, ti ma jep dhe unë diferencën do ta vë unë nëse dua një ilaç më cilësor. Dhe kisha një rast
të freskët para ca kosh, kur morëm ilaçe nuk kepte asnjë efekt këtu. U detyruam, e di nga i kanë sjell? Në mënyrë miqësore nga Australia. Nga Australia. Këtu thoshe 2 kokra mëngjes, 2 në drek, 2 në darkë, i çuam me kartela, me recetat e mjekët, i kthyen përgjigjen jo, vetëm gjysmë kokra mëngjes dhe gjysmë në drek. Ja, këto janë problemet që çojnë njerëzit, se nuk po gjejnë shpresë, kanë marrë arratim. Dhe shumë e rëndë, shumë e fyese dhe e frikshme, dhe të vjen dhe partiqara kur i kujtojnë, kur i shikon këto gjëra. Tani, përveç pano kësaj proteste, qershia mbitorët ose ajo që edhe mund të me erdhi si një shuplak për realitetin këtu, është edhe paraja që vjen nga droga. Pra, na u desh spaku, po, ne i kishim thënë më herët. Se u çuditë, po. Jo, një sekond. Ne i kishim thënë më herët, dhe kemi bërë një cikël emisionesh, ti mund të shënë me 100 herë në MCN, edhe me 10 këtu tek unë, si një bashkëpunëtor, nga më të ngushtët ndoshta këtu në staf, po ne pano dhe shqiptarët nuk kishim ditur që tonelata, se dosja fliste vetëm për 1-2 vite, 2019, kalonin tonelata e tonelata, të cilat realisht sot kanë bërë që të ketë një lloj paniku tek disa industrisë, industria e ndërtimit, e turizmit, real estate, këta që merren me dizajnet, arkitekturët. Po. Sot janë në panik, se ne këtu jetojmë dhe bisedojmë dhe me ta. Dhe s'dim se kush do të jetë realisht e ardhmja. Por ajo që dori në pa është dhe mos funksionaliteti i të gjitha institucioneve që kur hynin parat ndër vite me çanta dhe mënyra se si injektoheshin pastaj në këtë industri të rëndësishme. Për të ndodhur e gjitha çka ka ndodhur në Shqipëri, nëse ti do të bësh një reverse engineering, siç i thonë, shkosh mbrapsh nga këtu, shkosh mbrapsh, do të duhet që mos funksiononte asnjë institucion që të ndodhte kjo që ka ndodhur në Shqipëri. Nuk ka asnjë kombinim tjetër sepse sikur një institucion të funksionon. Nuk do të ndodhte dot kjo që ndodh. Sa alarmi, pra do niste nga ty, do jepesh sinjali parë, do niste. Pra do të kapte një hallkë zinxhiri, sikur njëra nga hallkat e zinxhirit funksiononte, rruga do ndërpritej. Po, pastrimi parave. Njëra, kushdo qoftë, sistemi bankar, pastrimi parave, policia e shtetit, prokuroria, shiku, pra të gjitha këto të funksiononte. Një nga këto të funksiononte nuk do kishte ndodhur. Këtu ka qenë një marrëveshje kolektive për ta lënë këtë, për ta kthyer paranë në pistë, në industrinë bazë të vendit. Nuk kemi turizmin në industria bazë. Nuk na e sjell turizmi investimet kryesore në Shqipëri. Ne na e sjell destinacioni para së pisë, i cili nga një herë lëviz shkon te turizmi, pastaj te ndërtimi, dhe ne shohim që një herë del turizmi para, një herë del ndërtimi para. Por nuk është në vetvete linja e tregut ajo që e përcakton, se kush nga këto industri do jetë e para. Jo më jo, është ku i mbushet mendja këtyre ti çojnë parat. Ajo industri del e para. Dhe këtë ne e kuptojmë. Ne kemi parë, e shohim spaku të bëj punën e vet. Po. Dhe ne të themi sot që po, nuk kanë funksionuar për këtë. Ajo që ka ndodhur, unë ta kam thënë një herë, më fal për analogjinë pak banale, të gjithë e dim se çfarë ke veshur poshtë. Po të gjithë surprizor çuditemi kur të shohim me të mbathura. Po e dim të gjithë, që të gjithë kanë të mbathur, se nuk është ai turp. Dhe në këtë rast, ne dinim të gjithë që shumë ndodhte. Por ama kur ekspozohet, kur ti dëgjon ato bisedat, kur ti kupton se si funksionon, kur ti kupton se sa e thjeshtë është, se sa të thjeshtë kanë pas ata, jo sa e thjeshtë është, po sa lehtja kanë thjeshtësuar vetes rrugën, kjo është e gjitha që ti të surprizon ose më saktë të mpak, të paps pak. Dhe thua që, qa vendi jetojmë, në qa vendi jetojmë. Se unë baj mënd, në 2015 ne kemi bët terror njëzë, për dritat. I vdiqem të shkretët, i vdiqem. Isha me një mikun tim avokat dje, në darkë, dhe po diskutonim për këtë periudhën e 2014-15, të thoshte. 60 masa aresti në ditë. Terrorishte ajo. 60 masa aresti në ditë, më thoshte mua. Më dhënë, unë tha, në atë periudhë, më thoshte këj miku im, kam blerë shpinë, se 60 masa aresti në ditë, më kupton ti. Pagunë avokatat. Po, normalisht gjithë pagunë në avokat. Po siguroje se kur tepi ka blerë shpinë. Kam blerë shpinë në sensin që kishte kaq shumë punë për avokatët. Po pra, se do sjellë se tu duket 60 masa në ditë. Ti e kupton tani 60 masa ai binde mos rrinte pushim një moment. Më kupton? Pra ne kemi qenë ky shteti. Dhe tani ne shohim që këta vinë, sjellin parat,
në mënyrë më të thjeshtë mund, madje të gjithë të strukturuar, jo kështu në mënyrë kaotike, të strukturuar. Bëjnë takime memorandumi, se ajo për shumë që ka ndodhur në Aruba që thonë këta. Po ishin memorandum, mirëkuptimi. Pra, e ke parasysh, është piknisja e një strategjie strukturore, e cila jep fatin, destinon fatin e një industrie caktuar. Vendosi memorandum mirëkuptimi. Të thelluar se kemi ne edhe këtu në Tiranë s'dije se sa Aruba mund të ketë nuk e diskutojmë, ti meri vendosjet fateve, strategjive, ne themi Aruba, po nëse dim se Aruba kemi këtu brenda. Patjetër. Dhe ti meri të gjitha që janë bërë ndërtimet. Ne kemi gjithë drejtën ta mendojmë sepse ka dalë gjëja në shesh, nuk është se po aludojmë ose po. Ai po diskutohet. U zuam gjese dhe u lindëm kaq të pasur. Këtu në takime janë bërë këto në tavolina, për Aruba janë bërë. Dhe ky është problemi. Ata kanë qenë thjesht ambasadorë që kanë vajtë atje. Ata që vajtë në Aruba janë ambasadorë. Të gjitha kartelat dhe gjithë dosjet janë plotësuar këtu dhe qëndrojnë këtu. Dosjet e atyre të cilat i menaxhojnë tregun. Nuk ka shans se mendoni se i bën ata që ishin në Aruba. Ata janë thjesht ambasadorë, ju do thoni këtë, ju këtë, tjerë i kemi ne, dërtimin e kemi ne këtu. Më thoni një nga ata që është përmendur atje dhe që kanë qenë në Aruba, që rrinë në Shqipëri. Le të vejtë marri pronën në hipotekën e Vlorës, në hipotekën e Durrësit, le të vejtë marri, le të bëjnë ndërtimin. Ska ata kanë qenë thjesht ambasadorë, këtu janë të gjitha. Biles këtu janë grupet më të mëdha, ata që bëjnë pazare, ata që bëjnë plane, ata që ishin qafe, ata që bëjnë atentate, ata që paguajnë për të vrarë njerëz. Këtu i këtë gjithë. Mos bëj sikur nuk i din. Prandaj dhe ajo reformë drejtësisë e ne është e vetmja reformë që është ka ndodhur në Europë dhe në botë. Reformat e ne në drejtësi e vetmja. U provua të bëj një tentativë në Maqedoni u ndërpre, u provua në Moldavi u ndërpre urgjentisht dhe nuk ka model të dytë. Shqipëria është i vetmi model provë për ta parë si do vej reforma në drejtësi. Dohet bëjë reformë në drejtësi. Bëj modelin kosovar të Kosovës. Merë jepe gjykatë sagës. Edhe atëherë do të shikoje ti se çfarë probleme çdo kishte. Po nuk e mbante, se prandaj vëna tani dhe i çojnë karamele, çokoladata, shimthaçit atje. Merë bëj edhe ti këtë variant. Atje vajtën të gjithë një nga një, i thrisin ata. Ndërsa këtu te ne nuk ka ndonjë nga ata mendere, i thrasi zyrtar shqiptar. Le ti thrasi po deshin ndonjë epes, i tha, hajde kontrolloj telefonin tim në xhep dhe ta tregoj unë tha. Le të vej ndonjë. E bëjnë dot këtë gjë. Është balancuar shteti ida, është balancuar totalisht shteti, prandaj ndodh kjo gjë. Këtu te ne nga e njëshi, deri në fund është vetëm një. Njeri është i parë, njeri është i fundit, njeri është për të gjitha. Nuk ka të dytë. Po më gjetë ti që ka një të dytë, nuk ka. Ka vetëm njësh. Pra, kemi kryeministër, president, kryetar ministër, kryetar prokurorie, spaku, gjykate, KLG, KLP, të gjitha janë një. Ajo që ndodhi dje ishte turp shumë i madh. Kur ti bëre reformën në drejtësi, hodhe 400 ca veta në rrugë, nga një grup i cili fillimisht duhet kishte kaluar vettingun për vete dhe ti nuk e bëre. Po flet për 5 zhantarët që shkuan në gjykatën e apelit. Po, e kanë bërë vettingun për veten e tyre ata? Ku çu bëri vettingun atyre? Ata kanë kaluar në kuvend apo jo? Nuk është bërë vetting, kanë kaluar vetëm emra politikisht. Secila parti politike dhe grup politik ka zgjedhur emrat e vet. Ku PS-ja ka votuar në 8 emra 4 nga ata dhe PD-ja në 8 emra që solli PS-ja ka kaluar 4. Kaq është. I ke parti çka akuzash ka për ditë për këto gjëra? Çfarë akuzash? Për shtëpi, për prona, për pasuri, për lek, për të gjitha, për lidhje me krimin. Ku i ke? A thamë ne do bëjmë një reformë drejtësi tjetër depolitizuar dhe e bën pis ky veprim që është marrë dje sistemi? Po e pa diskutim që po kaluajmë, ç'keti më ti kaluaj në vetting kaq. Edhe gjën e parë, di çfarë do të bësh vetting apo jo? Ka bërë bisedë me një nga juristët më të mirë që kanë në Shqipëri dhe një nga zyrtarët më të lartë të hetimit. Nuk do t'ia them emrin. Unë i di tha për njerin filanen edhe filanin, ikte deri shtëpis, hapi derën, tha hajde me ne po, më justifikoj çka me çfarë ke mobiluar shtëpinë. Dhe sa të kanë kushtuar ato punimet, e më jep çik faturën ku të kanë kulur. Sa të kanë kushtuar. Ma jep kaq. E di sa ka kushtuar mobilimi i shtëpisë? 400.000 euro. Ke dëgjuar një shifër 400.000 euro. Merret ti dhe futu te shtëpitë e tyre. Ç'keti? E do të shikojmë. Ja, ky është reforma në drejtësi. Të barabartë përpara popullit, të gjithë të barabartë përpara drejtësisë. E bën dot këtë gjë? Jo. Merr atëherë edhe unë do të kisha dëshirë që Bashkimi Evropian, nëse do ta japin ne vizën për tu futur në Bashkimin Evropian, do të thotë po, ne do kemi një ekip që hetimet do t'i drejtojmë ne. Po t'i drejtojmë, asnjë problem nuk ka. Po si s'ka më çështë suverenitet. Gjykata e drejtave të njeriut. A do futesh në be?
Unë s'do vjetë fare më Do të ti ezaurosh këtu brenda e të shkosh atje si shke shkuar. Po futa në BE nuk do po futa në BE do i drejtojmë direkt gjykatës së Strasburgut dhe drejtave të njeriu, nuk merren fare me gjykatën shqiptare. Dakor? Po futa në BE. Nuk merren fare me gjykatat shqiptare. Tani po që nuk jam antar i BE-s. Po futa do vet atje direkt. Ashtu sikurse një bank që është në Francë, në Itali, në Gjermani, e di çfarë do bëjë apo? Nuk do heqë të gjitha selit e bankave që janë në Shqipëri. Vetëm do lërë në një qendër të vogël, një dhomë me gurxhin, për të bërë një veprime dhe gjitha kredit, veprimet bankare, gjitha do i ketë në bankat e tyre qendrore. Nuk kanë për të ardhur më këtu. Çfarë do i bëjmë? Se çfarë mendon ti? Mirë, po them që normalisht ndryshime strukturore do ketë, më problemi është ne duhet të kuptojmë se unë e kuptoj dhe ndjej jo Ngjillin, kur thotë që ka humbur besimi tek individi që prodhon kjo shoqëri. Pra, në thelb, mosbesimi i Ngjillit është se çdo kush që del nga barku i kësaj shoqërie ka tendencë për të korruptuar. E kuptoj sepse është i bazuar mbi pasoja. Të para të dukshme me prova, me fakte, pra di histori njerëzish. Problemi që kemi ne në thelb është i gjithë politik. Është sistemi politik i cili e ka njollosur, ose më saktë ka dhënë ngjyrë, erë, shije, çdo gjë që prodhohet në Shqipëri. Sepse pikërisht është sistemi politik i cili vendos parimin bazë. Kush është parimi bazë? Përpara ligjit jemi të gjithë të barabartë. Parimi bazë. Shoqëritë demokratike këtë parim bazë kanë. Përpara ligjit jemi të gjithë të barabartë. Pra, e thon më kështu, është ne jemi të gjithë të barabartë poshtë ligjit. Pesqa ka prej 5 vitesh që mban 5 vende vakant në apel, kur ti nuk shkon të marrësh dot datën, nuk merr dot gjyqi, nuk të zbartet vendimi edhe pse ke fituar, ama 5 vjet, edhe pse kanë stok dosjesh, këta kanë luksin që të presin këta zotërinj të mbarojnë procesin dhe të vinë aty. Ani, këtu nis ajo që thotë Ngjilli që unë e shoh si pasojë, dhe është politike. Kjo? Më beso, kjo është politike. Sepse reflektohet nga lart poshtë. Nuk kemi të barabartë përpara ligjit. Çka do të thotë, nuk i kemi shanse të gjithë të barabartë. Ti jemi të sinqertë, ne të tre. Nëse do të vjeshim në kandar me, nuk e di, me një deputet, me Markot, me Taulantin, nuk kemi të barabartë. Jo me Ramën, nuk po them fare me Ramën. Me Taulantin. Ne të tre. Ligji na trajton ndryshe se sa trajton, nuk e di, ministri. Jemi të vetëdijshëm për këtë. Sepse ne nuk kemi të barabartë para ligjit. Shanset tona nuk janë të barabartë. Aksesi në shanse, që është parimi bazë i demokracisë, që çdo shtetas ka aksesi në shanse e ka të barabartë. Pastaj, dikush ecën para, dikush i rim brapa, është edhe gjë. Por shanset i kemi të barabarta. Nuk e kemi të barabarta. Sot që flasim. Këta 5 veta kanë pas në dorë me bllokua të gjën. Si e bllokuan? Politikisht. Është strukturë kjo gjëja, është sistem. Dhe kjo është ajo në thelb. Ata njerëz janë në sherr sot. Pavarësisht se nuk e artikulojnë dot. Kanë problemin që këtu në këtë Shqipëri është ndërtuar një vend i pabarabartë, ku njerëzit aksesin e shanse kanë të pabarabartë dhe para ligjit janë të pabarabartë. Dhe ky është mesazhi bazë që nxjerrin njerëzit në protestë. Asnjë nuk e artikulon dot. Aty. Por e ndjejnë që të gjithë. Që të gjithë e ndjejnë. Që ky shtet nuk është një shtet i drejtë. Këto që ndodhin janë prova të përditshme, dhe kjo është një nga provat, se sa prova të tjera ka pafund. Se fillon që te ligjet. Unë ti shiko. Ligji për investitorët strategjike. Di çfarë është? Pabarazia me ligj. Pabarazi me ligj. Pra ti, një shtetas X me një shtetas Y, i trajton si të pabarabartë me ligj. E kuptoni tani? Këtu nis ajo. Për hir të zhvillimit të vendit për hira madhore. Jo. Nuk është për këtë hir. Për hir të pasurimit, për hir të fajit, për hir të lidhjeve që ti ke me pushtetin. Dhe përfitimeve dhe kompensimit që kompensimeve pas mendim ndaj pushtetit, se do ta ndihmosh, do t'ja kthesh mbrapsht ato lekë që po t'jep. Duke ndihmuar që të qëndrojnë pushtet. Jo, duke ndihmuar atë robin për të qëndruar në pushtet, për t'i ble vota atij, për të ndërtuar këtë sistemi. Sepse këta është ajo shprehje që ka dhënë Bushati që këta vjedhin Shqipërinë për të vjedhur vota dhe vjedhin vota për të vjedhur Shqipërinë. Ma kupton? Ky është cikël. Unë të ndihmoj ty të vjedhësh lekë, ti më ndihmo mua të vjedh vota, që unë do të ndihmoj prapë të vjedhësh lekë, ti më ndihmosh mua prapë të vjedh vota.
Dhe prandaj themi ne që nuk bëhet ky vend. Njerëzit, edhe pse thonë, se do vite ai tjetër do bëj të njëjtën gjë. Ku jemi? Meqenëse ishim te drejtësia tani. Këta antarë të gjykatës që morën mandat të gjykata apelit dhe që ishin antarë të KPA-s janë propozuar nga partitë politike. Grupi parlamentar i të Majtës dhe i të Djathës ka propozuar atë që u thash pak më parë, njerëzit e vetë, 10 emra. Njëri palë, 10 emra, grupi tjetër. Partia Socialiste, nga këta 10 emra që propozoi e Djatha, do zgjidhte po të them 5 apo 6, po e marr shembull. Të njëjtën gjë do bënte edhe PD-ja. Pra janë politikisht të zgjedhur. Dhe në fund, kur është miratuar ligji për vettingun, unë kam edhe kopjen origjinale, kur u miratua dhe me ndryshimet që u bën pas 2 muajsh, 3 muajsh. Dhe di çfarë thosh në fund, le të hapin tani gjithë arkivën e Kuvendit të Shqipërisë për seancën e fundit. Në fund u shtua asnjë antar i Komisionit të Artimit të Vettingut dhe asnjë antar i cili rrjedh nga këto organe, siç është KPA dhe KPK, nuk do të jenë në strukturat e drejtësisë shqiptare. Sot i ke të gjithë pa përjashtim. Domethënë, të gjithë antarët e komisionit që hartuan dokumentat e vettingit, gjykatë e lartë, gjykatë kushtetuese, KLP, KLG, të gjithë janë bërë kryetarë. Nuk duhet të ishin se kanë hartuar ligjin. Ne jemi të tretë, tani themi hajde bëjmë një ligj se si duhet ta menaxhojmë ne Bankën e Shqipërisë, ne dhe do ta kemi ligj absolut dhe do t'ja çojmë Kuvendit ta miratoj dhe në fund do themi Ida guvernatore, Panua zvënds guvernator, X antar i bordit. Më thuaj, a ka vlerë kjo, ka sens? Këtë kanë bërë, e ka të ndaluar dhe di çka ka ndodhur. Prandaj duhet të nisë hetimet. Unë nuk besoj te ky SPAK. Fatkeqësisht nuk besoj. Si s'beson te ky SPAK? Nuk besoj. E kam kaq vite që e kam deklaruar, edhe në biseda me miq, shok, shqiptar, europian, amerikan, nuk besoj. Nuk besoj se kanë dhënë prova që nuk kanë që të kesh besim tek njeri, ai duhet të ketë personalitetin e dur, të jetë i pançëm, i drejt, i vërtet, i drejt për drejt dhe mos i trembet syri për asnjë gjë. Me kaq sa ç'po ndodhin këtu, nuk po dënuat asnjë njeri ata që kanë firmosur fap. Po janë dënuar ata të shkretët që janë për një kore buk atje. Tani, thoni që besimit e SPAK-u e keni vetëm se do të arrestonte kryeministrin, kështu thua ty. Se fap, vetëm kryeministri ka të shprehën puna ime dhe te puna juaj bëhet ndonjë gjë pa thënë titullari? Po të doni të bëni? Unë nuk mendoj që Edi Rama kontrollon të gjitha hallkat me shkopin magjik. Përgjegjësia në fund ditës është individuale. Nëse ke marrë një institucion, do ta drejtosh ose do zgjedhësh të shkosh në shtëpi dhe nuk të nxjerrë Edi Rama në punë. Prandaj përgjegjësia është individuale. Kryeministri është përgjegjës për administratën e shtetit. E ka përgjegjësi individuale? Se e ti përgjegjës që ka zgjedhur stafi, kush i ka zgjedhur? Kush i ka zgjedhur ministrat? Kush i ka propozuar? Kryetari i qeverisë, se kështu e ka ligji. Dhe ti mban përgjegjësi pra ti ka zgjedhur. Mban përgjegjësi. Dhe nëse ministria X e këtij të del me skandalet e inceneratorë. Po të mbash përgjegjësi politike, Angjëll. Nuk do të shkosh në burg se ministri i lajthiti rrugës, ose drejtori që ka zgjedh ministri e mori administratën e korruptoi, ose e mori të pavë dhe firmosi si ke inceneratorët që thonin se dim se çfarë firmosëm, ndërkohë që ishin të diplomuar me juridik. Jep dorëheqje moralisht se je pavë për ta kryer këtë detyrë. Jep dorëheqje kaq. Po, unë u thelluam te kjo sepse unë nuk besoj tek SPAK-u se nuk arreston atë që bën fa. Tani ti jemi të sinqert fare. E para, po ke firmosur, ke përgjegjësi. Po nuk ke firmosur, ke po kaq përgjegjësi, po nuk ke firmosur. E diti që gjys për çaj ke e çuar kryeministrin në punë? Për t'ja deleguar zvendës kryeministrit kompetencat? Po ti për çat kemi çuar atje kryeministër? Për drejt zinxhirin? E ke zgjedhur, kur të vi momenti? Me vot do ta zhvësh. Unë mbaj përgjegjësi për këto ti njëherë tani pa, pastaj kur ti e zhbër shteti dhe mos ekzistojë më shteti shqiptar, është tjetër gjë, se deri tani. Pse këto zullumet në 4 vitet e fundit u bën? Në 13 vitet e fundit tani. Po pra, keni konfirmuar çdo 4 vjet. Në 13 vitet e fundit kanë ikur 1.2 milion shqiptarë dhe të rinj. Do të them një shifër tjetër. E ke konfirmuar. 3200 të rinj. Shfillim mandatit. 3000, po ka qenë 2013, më kush ka qenë kryeminist? Po pra, që do thot? 13 vjet. E kemi konfirmuar ne? Po se kemi konfirmuar ne. Ka konfirmuar veten. Të gjithë raportet raporti i fundit çan nxori Parlamenti Evropian par dje. Është bler vota, intimidim, përdorimi i administratës
dhënje pagesa për pensionistët, ekstra, dhënje ndikim të paligjshëm në administratë, në pronë, etj. Ja, këto i ka bërë. Hiqen në kryeministër, ti bëj siç e ka Maqedonia. 6 muaj para zgjedhjeve, kryeministri jep dorëheqje dhe futet me qeveri teknike zgjedhje. Prapë kjo s'është vetëm faji Ramës, kjo është faji gjithë klasës politike që i kanë bërë kodin zgjedhor kështu. Se janë bashkë. Po, atani Dhe janë bashkë. Po, edhe çfarë bëm? A janë bashkë? Doli Pano dhe disa të tjerë. U futën në garë, nuk u bë dot një revolucion që ta thyente, as nuk i imponohen dot. Po sepse e kanë bërë kodin ashtu siç e kanë bërë. Nuk e diskutoj fare. Kanë bërë rregullat e lojës të tillë. Bëj një proporcional mbar kombëtar, ti dhe çikosh, po tani po nuk shkon tani që me 48% të votave të shqiptarëve të marrësh 84 mandate, 2/3 të votave. Tani kjo është edhe matematike Lulit dhe Zegjines nuk e pranon këtë gjë. Nuk e pranon tani. Krahasohen bashkë? Po kështu thoshin ata që Berisha ik. Jo, Luli me Zegjinen. Jo, Rama ik, Berisha ik, Zegjinea dhe Luli kurs matematike. Si është më keq Zegjine? Se më keq se Luli. Po ka është dy shkallë më përpara se duhet të numëroj, se Zegjinea ka problemin tek numrat, për shembull shkon nga 1000 në 1001, ajo e thot 1001. E 1000. Pse Zegjinea ka thënë? Ka një problem me të lexuarin e numrit në vetvete. Po mos ka studiuar anglisht atë si bën dot shqip se qëllon. Dhe ky është një problem shumë i madh. Pjesa e mërimit që ka bërë është një krim shumë i madh. Përteja sa që ju me të drejtë thatë që ore si mund të mbash vende bosh kur të ketë 200.000 dosje, tani unë nuk e di se si mund të gjykojnë këta njerëz nesër dikë i cili do të jetë hapur haptazi i lakuar politikisht. Më thuaj të lutem, ku është ai sekretari i përgjithshëm i kryeministrit? Pse ka ikur ai? Ka dhënë llogari ai për çfarë është bërë në këtë vend? Se ai është përgjegjësi direkt. Pastaj vetë vjen kryeministri. Pse ka ikur ai? Se nuk bëhet publike çfarë është bërë. Ne këto vetëm mund t'i ngremë si informacione dhe si pikpyetje, po nuk është se ndikojnë direkt. Pse duhet të jetë kaq e blinduar, qoftë drejtësia, qoftë spaku, kur bëhet fjalë për vjedhje marramendse. Pse nuk i drejtohet popullit ai dhe qytetarëve që janë pa partia, të rrugore, ne duam mbështetjen tuaj. Se e di çfarë do ndodhë apo jo? Qoftë ata do vazhdojnë, do flenë gjumë, do vazhdojnë të flenë me ëndrat e kësaj qeverisje dhe të menaxhimit nga figura të caktuara të qeverisjes, se ne dim shumë mirë se kush i ka caktuar çfarë lobimi është bërë. Ne dim shumë mirë se kush ka qenë në përkafe me ta. Çfarë di, se thot njëri këtu. Po i kanë në përkafe me Çikojti, me ministër drejtësie, ish ministër drejtësie, me prona të cilat i mbaj si kanë deklaruar, ato tjetrin për 2000 euro e kanë nxjerrë në rrugë, ky tjetrin me vila, me drejt me shejtan, nuk tregoni apo zgjidhje une. Etj. Ka pas prokuror të shkëlqyer dhe model të prokurorisë dhe janë larguar sepse nuk mundet që t'i bëje palë. Nuk pranonin të bëheshin palë, prandaj i hedhun në rrugë. Dhe ky është problemi i madh. Dhe ajo revolt qytetare dhe ajo tek qytetar ti është i bindur, nuk do të pushoj, do vazhdoj dhe ka fatin e madh sot organet e reja drejtësisë, spaku kryesisht, që duhet që të kërkojnë mbështetjen, po t'jetë nevoja popullore dhe qytetare për të shpëtuar Shqipërinë. Në të kundërt dhe ata do jenë përgjegjës, po kaq sa qeveria. Sa do drejtësia e qeverinë? Po tani do ta bëj, nëse do ta bëj mos ta bëj. Do vinë ata që do vinë. Ne kemi institucione pavarur, ata të hetojnë, pastaj vendos populli. Cili popull? E dua Angjëllin apo dua Panon apo dua? Po cili popull i vendos? Ai që ka votuar, që i ka 83 plus 3, po si ka më 83, ka 82. Jo, ora tani 84, u desh të vinte ai vetë, shiko për ke parasysh për punë amnistisë. Derisa erdhi se s'kishin votat. Që ti bënin. Që ti bënin se 84 kanë vetë. E kuptova. Mirë, do të vijojmë se këto ditë do të vijojnë kështu të nxehta me temperatura, nxehta me lajme, kështu që pushoni këtë fundjavë. Urojt mos kemi. Jo, nesër kemi protestë, ka protestë super madhështore. Një nga protestat më të mëdha. Vinë emigrantët. Janë të konfirmuar në bazë të asaj që po shikoja dhe me disa pyetje që bëra me disa nga kolegët që merren. Jo, janë gati rreth 30.000 persona kanë deklaruar pjesëmarrjen. Angjëll fal, po janë shumë 30.000 persona. Se? Me makina. Po, shumë. Janë shumë, bijem dakord? Po s'janë shumë. Tani që t'i bashkojnë kësaj protestës janë shumë. Si janë shumë, janë. Po nuk janë. Do shkojnë 250.000, bajmë. Ka më një bazë personal që do dalin 250.000 tonë. Atëherë, do t'jemi sërish javën që vjen, kjo fundjavë do t'jetë nxehtë. Faleminderit edhe një herë, faleminderit dhe ju që na ndoqët, fundjavë të këndshme, shihemi të hënën në orën 10.